Mirë, kthehemi, flasim sërish për këtë situatë të re gjeopolitike në cilën mund vjet ndryshim ekzistenca e NATO-s, por padyshim mentor, me që ta ndërpreva fjalën, jo më kohë thash në editorial, në Bruksel është edhe selia e NATO-s, edhe selia e Bashkimit Evropian. Dhe nuk është jo më kohë apo. Ka një arsye pse janë të lidhura së bashku të dyja. Pra ideja është nëse bie NATO, ti thua që bie NATO, nëse Amerika themi përvetëson, quhet është shprehje politikisht korrekte, përvetëson Groenlandën. Ka patur një A bie edhe Bashkimi Evropian? Ka patur një artikull në vitin 1989 nga një prej personaliteteve më të mëdha amerikane në fushën e politikës ndërkombëtare, i cili flet për krijimin e një NATO-je europiane që në atë kohë. Pra ka patur ide vazhdimisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës që Amerika nuk është pjesë natyrale e NATO-s dhe Europa gradualisht do duhet të fillojë të mendojë për të mbrojtur veten. Dhe pak NATO-n, po si Amerika dikush tjetër. Dhe të krijojë NATO-n e vet. Ushtrinë e vet. Dhe kjo kryqëzohet edhe me lëvizjet që kanë qenë në vitet 50 për krijimin e ushtrisë europiane, që kanë dështuar her pas here dhe që nuk besoj që do arrijë ajo ditë ku Europa të ketë ushtrinë e vet, për shkak të fragmentarizmit. Tani, që Shtetet Bashkuara të Amerikës po largohen nga Europa, kjo është e pandalshme. Ky është një zhvillim i pandalshëm. Dhe janë dinamikat e zhvillimit ndërkombëtare që do të çojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të kujdesen për interesin e tyre në radhë parë, pastaj për aleatët, nëse aleatët i shërbejnë interesit të Shtetet Bashkuara. Në këtë kontekst, Europa ka vetëm dy zgjidhje. Ose krijon autonomi strategjike në të gjitha pikpamjet, edhe në pikpamje politike, edhe në pikpamje militare dhe ushtarake, politike përbashkët e jashtme. Ose do qëndroj, do ruajnë statu quo-n, por do jetë një faktor i papërfillshëm në nivel ndërkombëtar. Ta janë dakord për Dodikun. Siç është. Dhe nuk do ketë një peshë tjetër kokote me arrestu. Në nivel ndërkombëtar. Që të realizojë të parën, pra që të përfitojë një autonomi strategjike që është tani më e shenjuar edhe në dokumente strategjike të Bashkimit Evropian, do duhet të zgjidhin probleme politike dhe ekonomike, sepse Europa është edhe në krizë ekonomike përveç se në krizë politike. Dhe unë e shoh shumë të vështirë që krizë ekonomike janë gjithë, vetëm në Europë. Jo, Shtetet Bashkuara të Amerikës rriten me 3.5% në vit, pra nuk janë në krizë ekonomike. Këtu në krizë ekonomike është Gjermania, në radhë parë që është lokomotiva ekonomike e kontinentit, për shkak të atyre që kanë ndodhur çmimet e energjisë e kështu me radhë, nuk po i kthehemi, por që janë në një impas shumë serios në pikpamjen e inovacionit, që është edhe lokomotiva e zhvillimit të ekonomisë globale, Amerikë, Kinë e kështu me radhë. Pra, Europa ka disa probleme, është në polikrizë, është në një krizë të shumëfisht, nga e cila nuk del dot për shkak të mungesës së leadershipit. Pra ti thua pora NATO radhe BE? Për mua BE-ja nuk ekziston si faktor në fushën e sigurisë. Në fushën e sigurisë është NATO. Nëse bie NATO, rikthehemi tek urtësitë e vjetra, sistemi vetëndimës, dili zot vetes. Po nuk i dole zot vetes. Themi që shtetet kombe prap. Rikthehemi tek logjika e fuqisë në politikën ndërkombëtare. Kthehemi te 1921. Jeni shqetësuar për fatin e Europës. Jo, jam shqetësuar për fatin tonë. Fatin tonë dhe si do vi puna në Europë. Puna është, me që zoti Rama thotë do futemi në Europë, kemi atë pasaportën europiane që mezi po e presim, ke parasysh si puna e saj. E di atë historinë ndjesë. Retorika 25 vjeçare. Është histori shumë e bukur e atij kozmonautit që shkoi në stacionin Mir, u nis në shtator 1990-s dhe pastaj kur desh të zbriste, i thanë nuk ka më Bashkim Sovjetik, ta do presësh pak. Dhe u desh pretendite 6 muaj stacionin Mir në të cilë e vërdall botës për 6 muaj të rresht, derisa Rusia themeloi agjencinë e vet hapësinore, gjeti parat, i mori borxh dhe çoi një anije ta merrte nga stacioni Mir. Të hall kam unë ambasador. Kupton që ne po shkojmë atje dhe pastaj si do zbresim poshtë. Do të qetësojë një herë mirë përfundimisht? Jam e shqetësuar, nuk është se e kemi marrë pasaportën. Edhe unë jam skeptik akoma, që do ta marrim apo jo. Po them nëse do e merrnim. Atëherë Parlamenti Evropian ka komisionuar, ka porositur 3 vite rresht raporte se çfarë duhet bëjë Europa. Më i fundit ishte i Mario Draghit. Dhe raporti thotë, reform or die, ose reformoj. Europa e ka të pamundur të reformohet, siç e ka dhe Këshilli i Sigurimit apo Organizata e Kombeve Bashkuara të reformohet. Për pasojë, ajo që vi është mortje ngadalë, domethënë sepse nuk reformohet dot. Dhe ky është fakt që jetojmë për ditë.
Kështu që nuk ka problem se ka vdekur ndërkohë thonim. Po. Është thjesht një kufon e pa. Europa Artur, ne pa optimizëm Artur se aty te Roma jote u themeluaj Bashkimi Evropian. Nëse do skepticiste, ne në Itali ka filluar të artikulohet në mënyrë deri popullore ideja e regionit e 21. Shqipëria është një rajon i 21 e Italisë. Dhe në fakt qytetarë italian ke pafund, cilët po vinë, po krijojnë një ekonomi më të favorshme për ta, ne kemi gjysmë milioni atje, po kjo është mënyra simpliciste. Unë nuk i shoh gjë. Ne kemi aleat Italinë dhe besoj që kemi nga aleatët më të mirë historik, pavarësisht momenteve në të cilat po duash të gjesh problematika i gjen. Po e kemi një nga aleatët më të mirë dhe sigurisht do të ishte ajo komardarja për të shpëtuar nga ky deti, nga ky oqean që është i madh për ne si vend. Po, unë nuk e shoh të mbaruar perëndimin, se nëse do mbaroj Europa, do të kishte mbaruar me kohë, nuk do ketë një ngritje. Sigurisht nuk do të bëhet fjalë për 32 vende, për 29 vende, por Europa themeltare do të jetë Europa që do vetë organizohet dhe do ketë patjetër një rol të rëndësishëm gjeopolitik. Po, me një kohë të dyta, me një kohë të tretë, patjetër, unë për shembull në Kinë, që ambasadori e njeh mirë, në dialogun që ndërtohet me Pekinin tashmë, i kërkohet Pekinit të mos e konsiderojë Europën nëpërmjet të tretëve. Kush janë të tretët? Amerikanët. I kërkohet dialog i drejt për drejt, interesash gjeoekonomike, gjeopolitike. Të gjitha këto, padyshim, nuk shkojnë në favor të politikës së jashtme të shtëpisë bardhë, e cila armikun kryesor, në thonjza po e themi, ishte edhe pa thonjza fare, e ka Kinën. E ka edhe Bashkimin Sovjetik, Rusin, që po tenton të rikthehet në dimensionet e Bashkimit Sovjetik. Të gjitha këto janë problematika që nuk janë në favor të zhvillimit edhe Amerika, pavarësisht se nuk është në Europë, po është perëndim. E besoj që do mbetet perëndim. Besoj që nuk mund të dalë në kundërshti me interesat gjeostrategjike të perëndimit. Megjithatë, Eugjina ka dolën dhe disa muaj më parë. Në fakt dolën përpjekje zyrtare edhe të temit lobizmit amerikan, pra të administratës amerikane, që vendet caktuara t'i tentonin t'i nxirrnin nga Bashkimi Evropian. Mes tyre ishte, mos gaboj, dhe Austria. Pra që kishte lobime direkte nga Shtetet Bashkuara, pra nga administrata aktuale, që temi shtetet caktuara të largohen nga BE-ja, çka do ishte një trigger, pra do ishte një fillimi i një shkërmoqje të Bashkimit Evropian. Pse po ndodh kjo? Dhe jo vetëm ajo, dhe Polonia ka patur zëra dhe diskutime për një Polexit të ngjashëm me atë të Britanisë, por unë e kam thënë gjithmonë që Europa jo vetëm që nuk është një faktor apo aktor gjeopolitik, por Europa si kontinent nuk i shërben më SBA-ve, në kuptimin që portet kryesore tashmë janë të kapura dhe drejtohen apo kontrollohen nga Kina, korporatat të mëdhaja po ashtu kanë një gjurmë shumë të madhe të Kinës në Europë, dhe në këtë drejtim për Amerikën, ashtu sikur se përpiqet që të krijojë këtë balancën ekonomike me Kinën në rajonet të tjera, problemin më të madh e ka me aleatin e saj strategjik, i cili ka lejuar që në këto vitet e liberalizmit demokratik dhe këtyre shkëmbimeve të lira tregtare, si një interes të vetin patjetër për të fuqizuar si aktor tregtar, të bëj pjesë apo të lejoj ndikimin aq të madh të Kinës, saqë tashmë po ndryshon të gjitha balancat jo vetëm ekonomike, por edhe politike në BE. Unë nuk e shoh ende Bashkimin Evropian si një aktor i cili mund të ndikojë në veprime apo mund të ndryshojë veprimet politike të SBA-s për ta thyer apo për ta detyruar atë t'i dalin në ndihmë. Pikpyetja më e madhe në mendimin tim është fakti që jo vetëm ajo që lobistët kanë filluar të bëjnë me Austrinë apo Poloninë, por ka qenë edhe deklarata e Trumpit pikërisht në ditët e samitit të NATO-s vjet, ku sipas tij artikulli 5 ka disa përkufizime, dhe për të ai përkufizimi një për të gjithë dhe të gjithë për një nuk ekziston dhe mund të ndryshojë, pasi nëse Europa do të jetë e rrezikuar nga Rusia, atëherë pikpyetja më e madhe a do të ndërhyjë SBA-ja, mund të na sjellë një realitet të hidhur me mos prezencën e saj. Në këtë kuptim mendoj që Bashkimi Evropian e ka jo vetëm të pamundur që
në një periudhë afatshkurtër të ndryshojnë ndonjë dinamik, por është një realitet i cili tashmë duhet pranuar dhe duhet rikthyer ndoshta syt pak tek fatkeqësisht tek nacionalizmat, në mënyrë që të kuptojmë që kombi apo identiteti asaj çka përbën Europa tashmë të ringrihet dhe të filloj të ketë një motor që e çon Europën tek rrënjët e saj, ku ikja nga ky emigracioni i madh i cili është parë si një kërcënim edhe për vetë Trumpin dhe asaj çka përfaqëson emigracionin në SBA, jo vetëm që po e kal, por e bën të tillë që edhe vetë Bashkimi Evropian të thërmohet ndoshta shumë shpejt. Do shtosh diçka apo doja të shtoj vetëm këtë fakt që në fakt, problemi themelor me Bashkimi Evropian është një projekt, ndër projekt më të bukura që është realizuar ndonjëherë. Është thjesht një mrekulli. Hyn në Itali, hyp makinës, shkon bret gjithë shtetet e Europës pas një lloj pengese prash dhe distopik. Është me të vërtetë një mrekulli dhe mbijetesa e tij do ishte një mrekulli për ne. Dhe natyrisht që destini ynë do duhet të ishte brenda Bashkimit Evropian. Dhe ne shpresojmë që Bashkimi Evropian të tejkalojë këto kriza dhe të tejkalojë këto dobësi. Por Bashkimi Evropian gjendet përballë një vështirësie të madhe. A mundet të ekzistojë një perandori demokratike? Se ky është gjithë problemi. Ne kemi patur entitete politike multietnike. Perandoria osmane është një prej tyre, ku kemi qenë pjesë edhe ne. Me pothuajse 40 grupe etnike. Perandoria romake ti pra punë që është më perandoria romake gjithë, po flasim për gjitha perandoritë. Pra, ne kemi patur entitete politike shumë etnike dhe shumë kulturore, por nuk kanë qenë eksperimente demokratike. Kanë qenë të qendërzuar. Roma deri diku po dhe ajo dështoi, pastaj u kthye në por edhe ajo e ka patur pushtetin e qendërzuar, nuk ka patur pushtet të ndarë në shtete dhe në rajone, në provinca. Një kal senator. Ne tani po përpiqemi të ndërtojmë një perandori e cila është demokratike, ku vendimarrja është demokratike. A do të funksionojë ky eksperiment? Unë jam shumë skeptik nëse funksionon apo jo diçka. Ambasador, që ta mbyll me ty. Tani duhet kemi frikë ne që foli Eugjina me drejtë që do të kemi një kthim mbrapa, se kthim mbrapa është tek nacionalizmi apo tek shteti komb apo tek kombi shtet. Tu pastaj dalim tek ne që ne jemi komb, po jemi në disa shtete. Jemi në disa shtete dhe nuk është se në këtë shtetin që ne kemi një shtet kaq konsoliduar. Sa temi që mund të rezistoj tensioneve të tilla, friksioneve të mëdha të tilla gjeopolitike dhe historike. Tu pastaj duhet kemi frikë që ne mund të themi mbrapsht e 1920 e 1921. Dhe bile edhe më mbrapa, se i bie që nuk do kemi as Amerikën me vete. Do isha shumë kurioz nëse dikush nga Ministria e Jashtme e shikon këtë emisionin tuaj dhe akoma më kurioz nëse ata kanë një planifikim politik që t'i bëjnë me radhë të skenaret në rast se kjo kështu game theory bashkë me ne jemi në rregull me këtë që po bëjmë. Pikërisht pra, përkundrazi ne po mundohemi. Ambasador, ju duhet ta dini dhe keni qenë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme. Po se ditët ju kushtet. Ambasador nuk ambasador në vendet e BRICS-it, ambasador në vendet asianse. Pyetja është një çik kështu. Specializim kin. E kemi. Nuk është retorike, e di që nuk është retorike. Pyetja është për të vënë duke që nuk është sot, ka qenë dikur. Është autoironike. Ja se kishte të bura ambasadore atë që tha për skenaret që thatë ju, që duhen planifikuar. Tash ne jemi në skenarin që po ndodh me Europën. Jam forca që nuk i kontrollon njeri. Jam forca nëse themi për strukturën e sistemit ndërkombëtar shtetëror, që është anarkike, nuk është se kemi në dorë, kështu është. Dhe kur strategjia e sigurisë kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës thotë që Europa e Bashkuar shtyp sovranitetin e shteteve dhe pengon liritë dhe drejtat politike të qytetarëve, nuk e kanë thënë amerikanët këtë para 20 vjetësh. Sepse vërtet në atë kohë Europa nuk i shtypte. Po sot, me zonjën presidente, me zonjën ministrët jashtëm, se kush po i di gjatë se çfarë funksionë shka ajo, e me zotin ministrët jashtëm që ka qenë, mënyra se si funksionon Bashkimi Evropian, ku ajo bën kontrata miliarda me Pfizerin dhe thot është çështje personale ime që i kam mbyll kontratat me WhatsApp, që nuk dihet se sa lekë kanë shkuar ne, sa lekë kanë shkuar këtej. Pra, një ngrehin që ka humbur çdo lloj kontrolli demokratik dhe i ka shkatërruar nga nervat gjithë qytetarët evropian me ato që bën, si mund të pretendojë që do ekzistojë? Dhe Mario Draghi me drejtë tha i shkreti, bëni reformë. Po këta që i bin qylit ke Bashkimi Evropian nuk kanë si të bëjnë reformë që të heqin dorë nga privilegjet e tyre. Prandaj spiralja e vajtjes poshtë e Bashkimit Evropian është e paktyshme. Nuk e shpëton dot asnjë gjë.
E kisha fjallin për ne? Ne bëjmë mirë që të mos jemi më shprehje gjeografike, të bëjmë edhe në një entitet politik, në qoftë se shpresoj Zotit, se përballë sfidave lindin këto gjëra. Në momentin që narrativi në Shqipëri është jashtë, aman kush do vit na mbaj neve, aman kush do vit na shpëtoj neve, aman kush do vit na drejtoj neve, aman kush do na bëj reformën neve, aman kush do, po që si do vazhdojmë kështu do mbetemi. Në momentin që do përballemi me një sfidë eksistenciale, shikom, masë do të dalin 2-3 çuna që do thonë, hey, çuna nuk bëhet më kështu, le ta ndryshojmë rrjedhën. E di që është Tuna e hoqë shpresën ambasador. Tuna e hoqë shpresën ambasador. Jam shumë dakord. Katër kanatçe. Jam shumë dakord. Aleanca me amerikanët është rruga më e drejtë. Tuna e hoqë shpresën ambasador se po prisin forcat delta të merrnin të rëmbenin Ramën. Po, si duket, doktor tashi merri forcat, mbledhi forcat dhe rrëzoje vetë. E tha zoti Nuri, aleancë me amerikanët. Po bëjmë aleancë me amerikanët, tha zoti Nuri. Ambasador, faleminderit që kënaqësi. Faleminderit Eugenia, faleminderit Artur, faleminderit mentor që kënaqësi të kisha sot. Flisim për një temë e cila fakt duhet marr me qeshur për mos u marr shumë seriozisht, megjithatë të presim se çfarë do ndodh. Bashkë jemi nesër në Ristorin ora 8. Deri atëherë nga Sokul Balla, natë mirë.